Më ka ardhur këtë javë ftesa nga presidenti i Shtetet Bashkuara për të vizituar Washingtonin në ditët në vijim, për atë që e kam paralajmëruar kur ajo tufa e bombave artizanale plaste dhe kërciste edhe në sallën e Kuvendit me gjithë farloj pretendimesh që sot i nxjerrin përsëri qesharak, duke thënë se unë nuk shkoj dot, se mua s'm kanë ftuar, se. Dhe faktikisht, siç e paralajmërova, do t'jem në Washington për themelimin zyrtar të Bordit Paqes dhe për fillimin e aktivitetit të atij bordi, ku Shqipëria ka privilegjin të jetë shtet themelus dhe ku Shqipëria nuk do të kontribuojë me para për të antarësuar apo për të qëndruar si antare e përhershme, po kontribon me dinjitetin dhe me atë që e ka bërë të respektohet ndërkombëtarisht dhe të ftohet deri në këtë nivel kaq të lartë të diskutimit mbi të ardhmen e paqes. Ndalem edhe për një sqarim të nevojshëm lidhur me konkluzionet e mbledhjes grupit parlamentar këtë javë pas mosvendimit të gjykatës kushtetuese. Sepse përsëri si zakonisht fillon qarkullon në ajër një tymnaj interpretimesh nga më të ndryshme. Edhe një herë tjetër. Nuk është çështja tek personi, çështja është tek parimi. Dhe në këtë rast, nuk është tek parimi abstrakt, por është tek parimi i ndarjes së panegociueshme të pushteteve kushtetuese. Që do thotë, një vendim gjyqësor për pezullim nga detyrat një ministri, në kuadër të një mase sigurimi penal, ka nxjerrë në pah një boshllëk që është një boshllëk që ekziston sa në koka prokurorësh e gjykatësish. Dhe edhe në legjislacionin tonë, përderisa në këtë vend pa kulturë të konsoliduar demokratike dhe me drejtësitë pavarur në moshë shumë të mitur, nuk mjafton fryma e kushtetutës që është shumë e qartë, po duhet edhe gërma e ligjit, madje gërm për gërm, qoftë për gjëra elementare si kjo. Gjykata në ushtrimin e kompetencave të saj ka të drejtë të vendosë masa sigurimi për çdo person në hetim. Këtë nuk e diskuton askush dhe askush nuk është mbi ligjin, e këtu bijem dakord të gjithë, të paktën të gjithë me fjalë, por unë bie dakord dhe me vepra. Por në të njëjtën kohë ka disa funksione ku hyn dhe ai ministrit, të cilat paralizohen nëse ministri pezullohet. Pra faktikisht, nëse ti thua që unë pezulloj një ministër, unë pezulloj presidentin e Republikës, unë pezulloj kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit dhe ku di unë disa të tjerë që mbulojnë funksione të padelegueshme, faktikisht ti prodhon një pasojë të menjëhershme të barabartë me shkarkimin, sepse nuk është pezulluar thjesht personi, siç mund ndodhi me një drejtor punën e cili e bën dikush tjetër, por është pezulluar funksioni. Ndërkohë që pikërisht për shkak të funksionit, emërimi apo shkarkimi i ministrit nuk është gjëkundi kurrë në asnjë vend të botës, mund ta them me plot gojë tani, sepse nuk e ka nxjerrë dot kush një rast kur në një vend botës kjo kompetencë është e një prokurori dhe një gjykatësi në një seancë paraprake. Drejtësia duhet të jetë e pavarur. Sot ajo është e pavarur dhe duhet mbetet përgjithmonë e pavarur. Por pavarësia e pushtetit gjyqësor mbaron aty ku fillon pavarësia e dy pushteteve të tjera, legjislativit dhe ekzekutivit, të cilat ndër të tjera kanë edhe të drejtën dhe detyrën të emërojnë apo të shkarkojnë ministra. Dhe kjo e drejtë dhe detyrë nuk ndahet me gjyqësorin, nuk i takon gjyqësorit
dhe nuk mund lejohet që ta marrë gjyqësori. Gjithsesi, tani më kur as gjykata kushtetuese nuk mori dot vendim për rastin konkret, ne do kalojmë përtej rastit konkret dhe të hënën në cilësinë e deputetit, unë së bashku me kryetarin e grupit Toland Balla dhe me kryetarin e Komisionit të Ligjeve Ursi Manja, pra me 3 firmat tona, do të depozitojmë nismën për të adresuar me njëherë boshllëku në fjalë. Nisma do të paraqitet fillimisht grupit parlamentar në mbledhjen e tij të fillimjavës, ditën e hënë në mëngjes, dhe do të jetë transparente edhe për opinionin publik, pasi prezantimi i nismës do të bëhet me praninë e medias. Kemi miratuar këtë javë vendimin e Këshillit të Ministrave për rritjen e pagave për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin. Konkretisht paga për gradë është rritur si rezultat i indeksimit për të gjitha gradat, por edhe si rezultat i një rritje shtesë për disa funksione sipas politikës së re të pagave. Pra, për asistent zjarfikës, krye zjarfikës, nën komisar zjarfikës dhe komisar zjarfikës ka një rritje shtesë të pagës përtej indeksimit. Dhe kostoja financiare për këtë vit do të përballohet nga buxheti i miratuar i institucioneve përkatëse dhe për pushtetin vendor nga fondet e transferuara nga buxheti i shtetit tek arkat e vetë bashkive. Është një vendim i planifikuar dhe i integruar në sistemin buxhetor, është një mesazh i qartë ku vlerësohet një shërbim gjithmonë më etik lidhur me sigurinë e jetës dhe me mbrojtjen e pronës. Dhe zjarfikësit janë ndër të parët që shkojnë aty ku rreziku është krejt real dhe përsëris në një kohë kur zjarret janë një fenomen me sa duket i pandalshëm dhe në zgjerim në rang global. Do të vazhdojmë të forcojmë jo vetëm kapacitetet teknike të këtij shërbimi, por patjetër do të vazhdojmë ti përkushtohemi burimeve njerëzore në këtë shërbim dhe sigurisht dinjitetit të gjithë atyre që me uniformën e zjarfikësit bëjnë heroizma. Një tjetër shënim që është pjesë e këtij ditarit kësaj jave është ai që lidhet me Fondin Social Kombëtar 2026, ku kemi kaluar nga 14 shërbime në vitin 2019 në 98 shërbime aktive sot dhe mund të themi se e kemi kthyer shërbimin social në një rrjet real mbrojtje sociale në të gjithë vendin. Janë 65.000 individ që përfshihen nën kujdestarinë e këtij rrjeti të organizuar mbështetje sociale, jo thjesht përmes financimit, por përmes një sistemi të strukturuar shërbimesh që tani më është shtrirë në nivel bashkie. Buxheti i këtij fondi është rritur 6 herë që nga fillimi i kësaj reforme dhe vetëm këtë vit është 17% më i lartë se viti i shkuar. Kjo tregon konsolidim dhe prioritet të qartë politik për ata që janë më në nevojë. Në vitin 2026 do të financohen 14 shërbime të reja për fëmijët dhe nënat në nevojë, për personat me aftësi ndryshe, për të moshuarit, gratë dhe vajzat viktima të dhunës, si dhe për fëmijët pa kujdes prindëror. Nga këto 12 shërbime do të ofrohen në Durrës, Prenjas, Kurbin, Skrapar, Himar, Kavaj, Vor, Korç, Mat, Patos, Corrik dhe Kamës, ndërsa në nivel rajonal do të ngrihen 2 shërbime të reja emergjence dhe një linjë këshillimi për fëmijë.